Këshilli i Ministrave ka miratuar një fond shtesë prej 753.000 lekësh për kompensimin e pronarëve të tokave që preken nga projekti i ndërtimit të segmentit rrugor Rruga Arbërit. Me këtë vendim, shuma totale për shpronësimet arrin në 6.99 milion lekë që do të paguhet nga buxheti i shtetit. Pronarët e pasurive të paluajtshme do të kompensohen me efekt shpronësimi, pasi të kenë paraqitur dokumentacionin justifikues për likuidimin pranë Agjencisë Shtetërore për Shpronësim. Agjencia Shtetërore për Shpronësim kryen procedurat për likuidimin e pronarëve të shpronësuar sipas përcaktimeve të bëra në këtë vendim. Sipas vendimit, autoriteti rrugor shqiptar do të përballojë shpenzimet proceduriale me një shumë prej 70.000 lekësh. Për zbatimin e vendimit ngarkohet Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Ministria e Financave, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Autoriteti rrugor shqiptar, Drejtoria e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës pranë Këshillit të Qarkut Tiranë, Drejtoria e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës pranë Këshillit të Qarkut Dibër dhe Agjencia Shtetërore për Shpronësimet.